Boksieri shqiptar Jurgen Uldeta i ka mbrojtur të shtonën në mbrëmje titullin kampion bote të kategorisë IBO në peshën Cruiserweight, pesha deri në 93 kg. Në stadiumin Ovo Arena Wembley të Londrës i mundi me vendim unanim të gjyqtarëve britanikun Austin Nmadi, një fitore disi e vështirë por e merituar e boksierit Sejan që ishte përgatitur për të përballur me një tjetër rival, Amerikanin Masin Kasson, por ky fundit për arsye shëndetësore u detyrua të tërhiqej pak ditë para sfidës dhe vendin e tij e zuri britaniku Nmadi. Gjithsesi Uldeta i bëri një paraqitje të mirë në ring duke rivalizuar dhe patur e përsi shumicën e 12 raundeve për të merituar fitoren. Për boksierin shqiptar shifrat janë të jashtëzakonshme, 22 fitore dhe vetëm një humbje në karrierë. Kjo është era e parë që mbron titullin e fituar tetorin e vitit e kaluar. Të shumë tifozët kushëzint në stadium për të mbështetur boksierin shqiptar, që nuk ish gënjehur duke e fituar e duke mbrojtur titullin, një duel ku Uldeta i tregoi edhe një herë karakter dhe grinjt në ring duke u konfirmuar si një nga boksierët më të mirë shqiptar të momentit.